deri në 6.000 euro do të jap shteti gjerman si ndihmë financiare për personat që duan të blejnë makina të reja elektrike, por subvencione do të ketë edhe për makinat hibride, pra për makinat që lëvizin me energji elektrike, por edhe me benzinë e karburante, ndonse për makinat hibride ndihmat do të jenë më të vogla, pra subvencionet. Por kjo 6.000 euro vlen natyrisht vetëm për disa kategori, ndërsa ndihmat më të vogla do të jenë në 3.000 euro, por edhe këtu ka disa kushte. Kështu u tha sot me 19 janar 2026 në prezantimin e planeve të qeverisë gjermane ku ministri i komunikacionit Carsten Schneider paraqiti kushtet. Pra, ja shpjegimet e sakta të vendimeve të paraqitura sot. Mbështetja bazë, pra më e vogël për një makinë të re elektrike do të jetë 3.000 euro, ndërsa ndihma bazë financiare e shtetit për makinat plug-in hybrid dhe range extender do të jetë 1.500 euro. Këto ndihma jepen vetëm për familjet private, pra për makinat e blera për qëllime private dhe jo për biznese. Kjo mbështetje vlen nga data 1 janar e vitit 2026, që do të thotë se këto subvencione mund të merren në mënyrë retroaktive edhe për ata persona që kanë blerë tani më një makinë këtë vit është fjala. Por kujdes, këto para jepen jo vetëm për blerjen komplet të makinave, por edhe për leasing, siç tha ministri. Se si funksionon tërësisht kjo dhe sa para mund të merrni nga shteti, ju natyrisht që duhet të saktësoni vetë me shitësit, sepse ka dhe disa kushte të tjera të caktuara për subvencione. Sidoqoftë, këto subvencione që këtë vit parashikohet të jenë rreth 3 miliard, do të mjaftojnë për rreth, kështu është vlerësuar, 800.000 makina. Këto ndihma mund t'i marrin personat që në familjet e tyre fitojnë deri në 80.000 euro. Ata që fitojnë më shumë nuk mund të marrin këto subvencione, ndërsa familjet që fitojnë deri në 60.000 euro mund të marrin edhe 1.000 euro shtesë, që do të thotë se ndihmat komplet do të jenë 4.000 euro, ndërsa nëse një familje fiton deri në 45.000 euro, do të marrë edhe 1.000 euro të tjera. Për çdo fëmijë shtohen ndihmat edhe për 500 euro, që jepen pra për 2 fëmijë. Me një fjalë, nëse një familje fiton, për shembull, më pak se 45.000 euro në vit dhe ka 2 fëmijë, mund të marrë subvencione për një makinë elektrike deri në 6.000 euro. Por, siç e thash dhe po e përsëris, më së miri është që të interesoheni edhe vetë dhe të shikoni kushtet e sakta, në qoftë se doni të bleni makina elektrike. Ndërsa, për makinat hibride, plug-in hybrid, do të jepen 1.500 euro dhe këtu është pak më e thjeshtë. Këto para jepen nga fondi për ruajtjen e klimës, se qëllimi është jo vetëm ruajtja e mjedisit, por edhe mbështetja e familjeve dhe mbështetja e prodhuesve të automjeteve, kuptohet. Ndaj, nëse keni në plan të bleni ndonjë makinë, apo të merrni ndonjë makinë me leasing, informohuni mirë, ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua, ju falenderoj për vëmendje dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani këtë video, sepse nëse ju personalisht nuk bleni, ndoshta ka ndonjë mik i juaj apo dikush që e njihnin që do të blej. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim.